Tani unë nuk e di se si do ndodhi kjo, por në Ksamil janë duke ndodhur disa gjëra që unë dëshiroj t'i them. Këta pronar të këtyre restoranteve po bëjnë kontrata me hotele, sikur me demek janë duke i marrë me qera, dhe u premtojnë pronarve të hoteleve që t'u paguajnë taksat e bashkisë, t'u paguajnë tatime, detyrime të tjera çfarë kanë. Një nga këto hotele jam edhe unë, erdhën një pronar X i një plazhi, një lokali, erdhi dhe më tha, dëshirojmë të bëjmë një kontratë sikur unë e kam marrë subjektin tuaj me qira, që të aplikoj në bashki për shezllone, që mos mikin shezllonet e tjera e tjera. Ne nuk pranuam. Por janë të shumta plazhet që po marrin dhe po bëjnë. Po. Mirë, po nuk i kanë marrë vërtet, thjesht po bëjnë kontratat false për të ruajtur plazhin. Dhe unë merrem vetë me pjesën e reklamimit, merrem me çdo gjë që i përket turizmit, janë të shumta ankesat e plazheve. Më në fund kemi arritur të krijojmë një gamë të gjerë turistash nga vende të ndryshme të botës dhe është shumë turp kur klientët vinë dhe na thonë, pasi kthehen në strukturë, që o zoti i madh nuk kishim vend të hapnim peshqirin, sepse jo të gjithë duan tulen në shezllon. Janë shumë arsye pse një turist do të hapi peshqirin e tij dhe të shtrihet në rër, siç ndodh në shumë vende të ndryshme të botës. Unë para pak ditësh isha jo shumë larg në Igumenic, isha ulur me nën kryetarin e bashkisë, po pinim kafe aty para Liaka, nuk e di, e njihni apo jo, me Dimitri Dimakon, edhe po flisni për plazhet dhe ata aty ruajnë një numër të caktuar shezllones, hapësirë të caktuar, dhe do dëshiroja që si vjet ta shikonim këtë gjë. Ndryshe do jetë shumë problematik. Unë jam simpatizante dhe aktiviste, siç thash, dua vetëm të mirën si për vendin ton, si për partinë ton. Kështu që kaq kisha. Faleminderit shumë.